nuk kam parë një mësues para ti ose pas ti që ditë mësoj më mirë se ai, sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë fa wallahi ma kaharani, wala darabani, wala shatamini. Në thëtë pasha Allahun, as nuk më qërtoj, ose nuk më postroj, as nuk më goditi, as nuk më shau, nuk më tha dhe një fjalë të tillë, por vetëm tha, inna hadhihi s-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Do të thënë në këtë namaz nuk bën të flitet diçka prej fjalëve të njerëzve. Por ka thënë innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atu al-Qur'an. Por është vetëm për tasbih, lartësim të Allahut, madhërim të Allahut, takbir dhe për lexim të Kuranit. Nuk ka fjalë të njerëzve. Do thotë kështu është mësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu është mësimi i atij që pretendon se ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, mësimi me nënçmime, me postrime, me domethënë fjalë përqeshje, çka pas ke bëhe kështu me radhë, domethënë ato nuk janë prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por mësim me seriozitet, me dashamirësi, me mënyrën që e kupton ai i mësuari se je duke ja dashur të mirën, se je duke e mësuar për të mirën e tij. Dhe jo me këto metoda që i shohim sot, me nënçmime, me përqeshje, saqë janë bërë disa përgjigje, disa njerëzve, si pjesë qesharake që shpërndahen.